një farë mënyre më detyron edhe të ri afër me librin, edhe në ato momente kur duket që është shumë e vështirë, sepse libri është një ndër gjërat që e kam dashur gjithmonë. Dhe mendoj që është ja bëni që duhet zgjidhni personazhe, histori që klikohen normal. Odeta. Na ke hapur një temë që si kemi në studio tani. Krahasimet, rezultatet, klikimet, suksesi. Unë pak telefonuesit. I ngacmon pak, e bën këtë për me qëllim që të klikohet ajo që do thuhet, që do dali aty? Jo me të, po thash, duke bërë bisedën e hapur, shkoj edhe pak më tej, najsa mund të thuhet. Pse të ngacmova? Është e pashmangshme lufta e klikimeve. Në thonjë za lufta, sepse ne dim tani më transformimin e bërë nga media tradicionale në media digitale, kështu që është e pashmangshme që ne mos të orientojmë disi. Edhe pse jam i sigurt që unë e gjithë kolegët e mi nuk e duan ta bëjnë këtë gjë, sepse në thelb, në vetvete ajo është pastaj deviancë nga gazetaria profesionale. Por tregu sot është i tillë i bërë kështu i ndërtuar dhe ti ketë pamundur të shmangësh. Për shembull, po marr rast të programit tim, se gjithë secili e njeh mirë e studion programin e vet, po me që jam këtu dhe mund të flas për të. Unë jam 3 orë thjesht çdo ditë në transmetim. Dhe unë kam të pamundur që të paktën një mendim në ndërtim të skaletës të mos e shoh në kontekstin e shitjes, e klikimit, sepse ndryshe nuk do ta nxjerrë punën time. Dhe kjo është konteksti të gjithë. Kjo është një gjë më të mirë që mund të bësh. Ka xhelozi mes jush për klikime, sa shumë lekë, sa shumë klikime, sa u klikua kjo histori. Odeta në telefon, po nuk e di pse tha jo. Më thuaj të vërtetën, Odeta. Jo, ti arritu në klikime dhe unë t'kam uruar, prandaj ka marrë, ka thënë bravo Arman. Telefonat pas të qenë. Telefonat pas të qenë. Cila hidhin personazhet ata që shesin? Dgjoj, Niki, dhe ti je pjesë e reportit. Ka xhelozi? Po Ana juaj bën me këtë. Fare, ne nuk kemi xhelozi me gjithë ka xhelozi. Sot po në pyet Niki. Jo, po lapur tani. Kur të më ftoni në program, do t'ju jap një përgjigje. Personalisht i kam përzgjedhur të gjitha profesionet, pak a shumë që secili shqiptar të gjej veten. Qoftë edhe në destinacione që kam lëvizur jo vetëm në fshatra, po edhe në qytete, jam përpjekur të ketë një gjithë përfshirë. Kush të klikua më shumë në 2025, në cili personazh? Po ka pasur pafund, një prej tyre ishte historia një të riu nga Vau Idejës, i cili kishte krijuar një kopsht flutrash, që ishte i vetmi në Shqipëri dhe pati edhe një lloj interesi nga bashkëmoshatarët e tij, duke qenë se ishte vetëm 26 vjeç, por edhe një audiencë më të gjerë, qoftë edhe nga mediat e tjera të cilët e intervistuan. Mund të pyes si gjen personazhe, të shkruajnë, u lumton vetë ka personazhe që më shkruajnë, po unë jam çdo ditë në terren, me takime me njerëzit, kam kontaktet e mia tashmë sepse është sezoni i 4 që unë po e bëj një nga ne, dhe kam qenë gjithkohës në kontakt me njerëz qoftë edhe përtej Tiranës, në fshatra, në qytete, sepse në Shkodër, Lezhë, Korçë, Ersek, duke u munduar që të ketë sa më shumë gjithëpërfshirje. Dhe ndonjëherë del edhe personazhi nga vetë personazhi që takoj. Pikërisht, personazhi si personazhi. Dua të theksoj diçka. Aty mbeti te klikimet. Te klikimet i mbeti, më thuaj. Jo, flasim për klikimet. Ermali e tha shumë bukur që tani duam apo s'duam, pjesa e klikimeve është pjesë e pandar e çdo moderatori, jo vetëm report, por edhe me kolegët që janë jashtë. Në fund të gjithçkaje, e prori jot, redaktori jot, kryeredaktori, drejtori i informacionit, në fund e mat me audiencë. Dhe këtë gjë ne nuk e mohojmë dot. Një emision i suksesshëm është në bazë të audiencës. Po, ju keni qenë në kohën, keni punuar edhe në kohën kur suksesi mateshe pa klikime. Jo, po kush problemi im tani? Problemi im i madh, unë si moderator e emisionit pa gjurmë, ajo që mua më habit me audiencën, ndoshta nuk dua të ofendoj ndjekësit, shikuesit e mi në mënyrë absolute, po është një audiencë e çuditshme. Kur ti ofron diçka që nuk ka një vlerë, nuk ka një mesazh, ajo është më e klikuara. Dhe kur ti përgatit një program, investon tek ai program, bën kërkime, lodhesh pafund, një staf i tërë që punon, arrini një rezultat dhe mendon që ke bërë një punë shumë të mirë, ai emision nuk ndiqet. Por realisht kjo nuk duhet të na zmbrapsht. Jo, në mënyrë absolute. Nuk të sjellim antivlera në Po pra, audienca që ne kemi, kur them ne flas në përgjithësi për gjithë televizionet shqiptare, është një audiencë paksa e çuditshme.